Në një seancë të jashtëzakonshme të Komisionit Disiplinor pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë janë marrë këto vendime për shkak të organizimit të dobët të ndeshjes Vardar Bashkimi i thirrjeve fyese dhe nacionalisteve nga grupi i tifozëve të Vardar si dhe përdorimit të mjeteve piroteknike të ndaluara. Vardar dënohet me zhvillimin e një ndeshje pa praninë e publikut dhe një gjop prej 5.000 eurosh. Komisioni disiplinor konstaton se vendimi i delegatit të ndeshjes për dhënien e vërejtjes për shkak të thirrjeve nacionaliste është i drejtë, ashtu si edhe vendimi i gjyqtarit për ndërprerjen e përkohshme të ndeshjes. Komisioni disiplinor hap procedurën e delegatit të ndeshjes Shkëndija Haraqin prej SPA për mosdërzim të fakteve relevante lidhur me situatën rreth vendosjes së flamurit shtetëror në stadium, si dhe për rrethana tjera që lidhen me organizimin dhe zhvillimin e ndeshjes, përkatësisht praninë e personave të paautorizuar në fushë gjatë takimit. Komisioni disiplinor do të veprojë në përputhje me rregullat në fuqi dhe me pas përcaktimit të plotë të gjendjes faktike do të marrë vendim përkatës.